Të cilën do të elaborojmë më gjerësisht edhe më specifikisht dokumentin pozicionues mbi fuqizimin e grave në tregun e punës në Kosovë. Mirëmëngjesi edhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që je sot pjesë e emisionit edhe që kemi diskutu rreth këtij dokumenti, po fillimisht na trego për qëllimin e dokumentit edhe pse patët nevojshme me e publiku pikërisht tani. Dokumenti i pozicionimit mbi diskriminimin me bazë gjinore në tregun e punës në Kosovë ka për qëllim me trajtu çështjet që lidhen me diskriminimin me të cilin përballen veçanërisht gratë në tregun e punës, duke i përfshirë edhe gratë nga komunitete marginalizuar, sidomos nga komunitetet pa kiç etnike, mandej edhe gratë me aftësitë e kufizuara dhe gratë queer ose nga komuniteti LGBTQI. Dhe pastaj me jep edhe disa rekomandime për politika publike të cilat duhet të implementohen nga ministritë dhe përkatëse dhe pastaj edhe lidhur me ligjin e punës, ligjin për diskriminimin, ligjin për barazi gjinore e tjerë. Ne kemi pasi të nevojshme me publiku këtë dokument të pozicionimit pikërisht në 1 maj, ditën ndërkombëtare të punëtorëve, për shkak se kjo ditë 1 maj e shohim si një lloj feste ose një ditë pushimi për të gjithë punëtorët, mirë po duhet me shikua edhe pse ka fillu 1 maj, që ka fillu 1 maj, edhe ka fillu pikërisht se punëtorët i kanë kërku të drejtat e tyne, kanë kërku me ju zbatu të drejtat e tyne 8 orë në ditë punë, 8 orë për pushim dhe 8 orë për rekreacion, edhe duhet me pa që plot njerëz në Kosovë, edhe sidomos gratë, punojnë më shumë se 8 orë në ditë, punojnë pa kontrata formale, punojnë edhe në shtëpi, bëjnë edhe punë të shtëpisë që pastaj nuk konsiderohen si punë, nuk paguhen, nuk konsiderohen si punë e papaguar, etj. Ka shkelje dhe shtypje të punëtorëve në shumë vende të punës, sidomos në sektorin privat, ku punëdhënësit bëjnë një farë mënyre çka dojnë me punëtorët e tyre, i obligojnë të punojnë më shumë se 8 orë në ditë, të punojnë gjatë vikendeve dhe asnjëherë të mos ju kompenzojnë siç kërkohet me ligjin e punës, ku nëse punon gjatë vikendit duhet të kompenzohet 50% dita, mandej ose nëse bën një marrëveshje me punëdhënësin, mundesh me marrë 1 gjysmë pushim, etj. Kështu me radhë. Domethënë ka shumë sfida edhe shumë problematika në tregun e punës në Kosovë, që me ligj janë disi të rregulluara, po prap në praktik hasim në vështirësi. Kemi një tendencë tek institucionet publike me ala në fajën njëra tjetrës, edhe asnjëherë mos me marrë përsipër se ku qëndron problemi dhe me marrë përsipër një hap konkret. Dhe mandej kemi edhe pushimin prindëror që i afekton në mënyrë disproporcionale gratë, ku e dim që pushimin e leonis munden me marrë vetëm gratë, që është ndame me ligj të punës, ndërsa deri në 1 vit, mandej kompenzimi bëhet prej qeverisë, po edhe prej biznesit ku është i punësuar, edhe mandej e shohim që burrat ose baballar kanë të drejtë pushim të atësisë, vetëm 2-3 ditë kur të lind fëmia, që mandej automatikisht i bjen bara nënës edhe gruas me u përkujdes për atë fëmijë, me lshu punën, etj. Edhe mandej për shkak se bizneset janë të obligume me pagu pushimin e leonisë, plus me marrë dhe një punës tjetër, me kry qatë punë, qatë rol të personit që është në pushim të leonisë. Shpesh herë, kur gratë e marrin pushimin e leonisë, punëdhënësit në sektorin privat, ku ndoshta edhe s'kan kontrata, i qesin prej punës, edhe mandej automatikisht i mbet pa punë, edhe ndoshta ndonjëherë detyrohen që mos me marrë qatë pushim që ju takon me ligj, veç sa mos me hub vendin e punës. E mandej qysh ndikon kjo tek fuqizimi ose fuqizimi i grave, ose pavarësia e grave financiare, domethënë në Kosovë. Domethënë është një zinxhir që nuk përfundon asnjëherë, po nëse nuk intervenohet njëkohësisht në disa pjesë
të ndryshme, nuk besoj që mundet me pas një zgjidhje ma konkrete, ma të qëndrueshme. Duhet me shkputa atë zinxhirin me një 2-3 vena, ma ne me pas në i fa rezultati. Përmende edhe pushimin e atësisë. Besa sa kam informacionin në vendet e tjera vetë se praktikohet kjo edhe e marin kogja një kod gjatë të pushimit për me u kujdes për fëmijët, përveç nënës. Nuk e di sakt në cilin vend se Skandinave kryesisht. Është edhe kjo mundësia që disa muaj të pushimit me i taku nënës, gruas, nështë ato muajt e parë të pushimit për shkak të dësha dhe gjithdhënjës nëse vendos një grua me ushqy ashtë në atë mënyrë fëmijën, po edhe për pushimin që i duhet trupit të gruas pas lindjes edhe ato postpartum depression e krejt këto arsye tjera. E një pjesë tjetër me i taku babas, do më thënë burrit, edhe që ata muaj të pushimit që i takoj një babaje, mos me pas mundësin me a transferu gruas. Do më thënë, për shembull 2 muaj, mi pas pa tjetër një burr me i marrë pushim të atësisë, edhe mandej mi pas edhe 2 muaj që i ka opsion a dënë mi marrë vetë, apo mi a transferu gruas e tim, do më thënë një marrëveshje ndërmjet çiftit nëse dojnë me i nda në atë mënyrë. Edhe kur e bën në një mënyrë pa tjetër me marrë, i obligon njerëzit me marrë, besoj që mandej edhe në shoqëni ka me pas një ndikim, ku mandej me qef ka me marrë babalartë pushimin e atësisë dhe me u përkujdes për fëmijën e tyne që e kanë fëmijë njëjtë si një grua që shë ka, kështu që mundet me ndiku mandej edhe në këtë mentalitetin që kemi në shoqërinë tonë që fëmijët janë ma të afërt me nanën, kur të dy janë prindër edhe të dy të kanë një obligim që mu kujdes për këtë fëmijë. Edhe në disa vendet të Europës, sa për informacion për gjithë audiencën, po u praktikoj ka kjo si në Italinë, Suedive që cekën, Francë, Gjermani e të tjera, po kryesisht ka fillu me qenë prezente edhe të ne, kështu që një shenjë mirë. Po, a përmend dokumenti do një shembull të mirë ose do një shembull pozitiv që mundet me qenë nga rajoni edhe që është si shembull edhe për Kosovën? Dokumenti i pozicionimit është fokusu në Kosovë, me bën një analizë të tregut të punës në Kosovë dhe ka përdor metodën e hulumtimit të desk research, do me thënë hulumtimin në tavolinë, ku janë shiku ligjet relevante, si ligje për i punës, ligje për kundër diskriminimit edhe ligje për barazit gjinore, edhe strategjia e punësimit nga ABG-ja. Mandej janë rishiku raportet të hulumtimit që janë ba ma heret, përshi edhe raportet që janë ba prej QKSG-s, po dhe organizatave të tjera në vend, ku janë marrë disa gjetje kryesore, dhe mandej u ba dhe një fokus grup, ku janë ftu, njëherë janë identifiku organizatat e shoqërisë civile të cilat merren me këto çështje, edhe institucionet publike të cilat e kanë përgjegjësi të merren me diskriminimin ose me tregun e punës, siç janë Avokati i Popullit, Zyrja për Qeverisje të Mirë, Agjencia për Barazi Gjinore, Inspektorati i Punës e tjerë, edhe janë ftu me një fokus grup, ku autorja e raportit, kolegja Lavdia, e ka facilitu fokus grupin edhe mandej prej aty janë nxjerrë të dhëna prej shoqërisë civile dhe të institucioneve lidhur me këto çështje. Për shkak se dokumenti i pozicionimit nuk është një hulumtim shumë i thellë, është dikon 10-15 faqe dhe tregon veç një lloj pozicionim ose qëndrim tonë lidhur me këtë çështje, nuk ka ndonjë hulumtim ose analizë më të thellë lidhur me këto, mirë po në kuadër të njëjtit projekt me organizatën partnere X Iniciativa Kosovare për Stabilitet, në shkurt këtij viti e kemi publiku një hulumtim këgja ma të detajum lidhur me diskriminimin gjinor në tregun e punës, ku janë bë rreth më shumë se 400 anketa me punonjës në vendet e punës lidhur me çështje të ndryshme që afektojnë vendin e punës, edhe janë bë intervista me zyrtarë të ndryshëm, edhe mandej kanë dalë të dhënat lidhur me situatën e tregut të punës, ku e kemi pa që më shumë gra se burra nuk kanë kontrata formale, sa i përket ngacimit seksual, shumë nuk janë të vetëdijshëm lidhur me çka është ngacimimi seksual. Kjo ka dalë edhe te fokus grupi, ku edhe ata që ishën prej institucioneve publike tregojshin që kur janë në trajnime ose në staf në zyre,
kur ka komente të tipit të ngacmimit seksual që dikon që nështë e din çka është edhe kupton mundet me ba mu një pak jo rehat, e kanë marrë si shaka, si diçka që nuk është diçka e madhe, edhe kemi pa që ka një munges të vedisimit edhe të vetë këto institucionet që janë të supozume me të mbrojt prej ngacmimit seksual në vendin e punës. Edhe, do më thanë, ka gjetjet e tjera, mirë po me u përgjithë më pyetje, jemi fokusu në Kosovë, edhe lidhur me pushimin prindror, para disa viteve që KSG-ja e ka ba një analistë prej ligjit të punës, ku e jep edhe një format se si mundet mund duk një pushim prindëror pak më i barabar për gratë dhe burat edhe mundeni me gjetë në website-in tonë. E potencove pak ma herët për sa i përket ngacmimeve seksuale në punë, edhe disa dukurive negative që ndoshta nuk janë edhe shumë të vedeshëm gratë, burat, kushdo që është në marrëdhënie pune. A organizune herë qendra ndonjë panel diskutime, ndonjë organizim me qëllim vedisimi të masës për këto gjëra dhe për këto dukuri në marrëdhënie pune? Po kemi organizu, dhe më thanë qendra një prej fushave kryesore në të cilat punën, është edhe fuqizimi ekonomik i grave, ku hen mande edhe ngacmimi seksual në vendin e punës. Prej 2010-ës kemi lobu për një ligj ma të mirë të punës, që është në punime që gati 8 vite dhe parashjet mu aprovu prej qeverisë së tanishme në shkuarje në fund të qershorit të këtij viti, mirë po të e pa situatën politike, nuk e dim nëse ka me ndodhë kjo, vitin e kaluar kanë largu prej agjendës se na vazhdojmë non-stop me avoku, kemi bë hulumtime të ndryshme për ngacmimin seksual, është bë një hulumtim për ngacmimin seksual në sektorin privat, nëse nuk kem gabim në vitin 2023, edhe 2 vite më herët u bë edhe një hulumtim tjetër për ngacmimin seksual në administratën publike, ku janë bëj intervista me persona që punojnë në institucione publike, lidhur me ngacmimin seksual, edhe gjetjet janë paka shumë të njëjta, që nuk ka vedisim të mjaftueshëm, nuk ka mekanizma të raportimit të besueshëm për punonjësit. Nëse ti ki përvojë me ngacmim seksual, nuk e din ndoshta ku me shku me raportu, te kush me raportu, ndoshta nuk ka Human Resources, burime njerëzore, departamente burimeve njerëzore në atë vend të punës. Mandej problemi tjetër është se Kosova është një vend shumë i vogël, nëse ti e raporton dikon një koleg tanin në vendin e punës, që të ka ngacmu seksualisht, ajo ka më marrë vesh prej krejt stafi. Po, edhe mas është kështë marrë se mentaliteti. Pikërisht. Mandej ti kime ka në atë pozitën ma të keqe të mundër është edhe mu përjashtu prej vendit punës, se asë një kompani ose asë një vendit punës, edhe organizatat e shoqërisë civile, në fakt nuk dojnë me u kuptu që në këtë vend punës ka ngacmim seksual, mundohen me të hesht, mundohen me të stigmatizu edhe mandej edhe me të përjashtu komplet prej qasaj shoqënie. Edhe nëse mbetesh në qatë vend të punës, kime u stigmatizu prej kolegëve të tu në vazhdimsi, edhe do më thanë për ngacmim seksual lobojmë vazhdimisht. Pas çdo publikimi që e bojmë, zakonisht mojmë edhe tryezat e diskutimit, konferenca, ku i diskutojmë to që është ma thellësisht. Mirë po kemi mbajt edhe takime me masën, sidomos me gratë të komuniteteve Roma, Shkalje dhe Egjiptian, ku kemi shku në komunat të ndryshme, jemi taku me to, kemi full për ngacmimet seksuale në vendin e punës, për ndërëndësinë e kontratave të punës, si që thash ma herët, këto gra janë ato të cilat nuk kanë, shumica nuk kanë kontrata formale të punës, kemi ndëgju storje se kur kanë punu në një vend të punës, kë pronari i biznesit, kur ka ardhur inspektorati i punës, ju ka thënë me u largu që mos mi nxanë atë, edhe më thanë ka këse gjana non-stop, edhe mandej është edhe një problem tjetër është që shumica e këtyre grave varen edhe prej
prej ndihmës sociale, ku ajo të ndërprehet momenti që një familjar i jotin i ngushtë hyn në punë. Edhe nëse ti nuk i kontratë formale, nuk kuptohet se apo merr ti a je të punu ajo edhe vazhdojnë me marrë edhe ndihmën sociale, edhe asistencën sociale, edhe Po, kjo është arsye pse edhe evitojnë kontratën shumicave rasteve. Edhe kjo, do më thënë, është edhe një problematik tjetër që dohet me u rregullu në një mënyrë që se nuk është e rrugës që vetëm nëse punon një person i familjes dhe një 10 persona në familje me u ndërprej se një tjetër po punon, e tjerë. Po me përngacime seksuale vazhdimisht, gjithashtu kemi mbajt sesione, trajnime, punëtorime me fëmijë të moshave 14 deri në 18 në disa shkolla në Kosovë, edhe aty e kemi trajtuar edhe ngacmimin seksual në shkolla, tash jemi të punu edhe një udhëzues se si me raportu këtë, edhe e shohim mandej edhe perspektiven e fëmijëve të gjeneratave të ardhshme që do t'jenë në vendin tonë lidhur me këto çështje, edhe e shohim që edhe në shkolla mungon një mekanizëm se si me raportu ngacmimin seksual, qoftë prej një nxënësi tjetër, qoftë prej arsimtarëve e tjerë, që e dinë që ky sen ndodh, nëse nuk na ka ndodhur neve personalisht dikujt në klasë. E kemi pa të ndodh. Kështu që është shumë prezente mirë, po nuk ka një mekanizëm ma të qëndrueshëm të raportimit, dhe mandej nuk ka as ndonjë dënim për këta persona që brenda organizatës. Se në fund të ditës është edhe vepër penale, mundet me u ndjek, mirë po mandej ka një procedurë të gjatë për me shku në fund krejt kësaj pune, po e qartë. Faleminderit shumë Alba për gjitha informacionet, kënaqësi të të kishim sot në edicion, kështu që neve na kam mbet veç me ju uru suksese në të gjitha planet e juja. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit Alba. E tani të dashur shikues, nga kjo studio erdhi koha t'ja kalojmë linjën gazetarës son Sara Shehu për të realizuar intervistën me kryetarin e sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi. Sara, mirëmëngjes.